Universiteti i Vlorës Ismail Qemali mori pjesë në një vizitë studimore të zhvilluar në Bruksel, pikërisht në Belgjik, nga data 16 deri 19 qershor, me ftesë të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Universiteti i Vlorës u përfaqësua në këtë vizitë të jetë rëndësishme nga dekani i Fakultetit të Shëndetit, ish zëvendës rektori Enkelejt Mëjilli, si dhe nga Tea Memushi. Vizita u fokusua në forcimin e pjesëmarrjes universiteteve shqiptare në programet ndërkombëtare, në ndërtimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe zgjerimin e bashkëpunimit kërkimor me partnerët evropian. Qëllimi i këtij projekti dhe kësaj vizite, thot Mëjilli, ishte mënyra se si do të punohet për të shkruar projektet, por edhe për të marrë një eksperiencë shumë të rëndësishme dhe të vyer nga ekspertët ndërkombëtar, ashtu edhe për të takuar njerëz e për të bërë të mundur prezantimin e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali në arenën ndërkombëtare. Është vërtet para pak ditësh u kthyem nga Brukseli, ku së bashku me zonjën Tea Memushi zhvilluam një vizitë disa ditore, së bashku me kolegë të tjerë nga universitetet të tjera publike të Shqipërisë, me qëllim rritjen e kapaciteteve për shkrimin e projekteve, sidomos në kontekstin e programit Horizon Europe, i cili është në implementim. Ky aktivitet na mundsoi të takonim njerëz të cilët kishin eksperiencë të lartë dhe të gjatë në shkrimin e projekteve dhe sidomos të projekteve Horizon, na dha mundësinë të mësojmë dhe të rrisim njohuritë dhe aftësitë tona për shkrimin e projekteve, si dhe mënyra e ndërtimit, nga mënyra e ndërtimit të një konsorciumi, partnerët e duhur e merat, si dhe mënyra se si duhet të shkruhet metodologjia, objektivat specifike, implikimet e projektit propozimit që do të aplikohet e me radhë. Ishte një eksperiencë shumë e rëndësishme, shumë e vyer, do thosha, dhe pata mundësinë jo vetëm të rrisim njohuritë, por dhe duke takuar njerëz të cilët kanë eksperjenca të ngjashme, të krijojmë dhe ura bashkëpunimi për të ardhmen dhe për aplikimin në thirrjet e radhës. Mëjilli thotë se Universiteti i Vlorës përfiton rritjen e kapaciteteve dhe pjesëmarrja në këto projekte është shumë e rëndësishme për shkak se rrit edhe në rankim institucionin më të lartë të arsimit në Vlorë, sikundër Universiteti Ismail Qemali. Sigurisht kjo është e lidhur me një nga pikat strategjike të Universitetit Ismail Qemali Vlorë, me ndërkombëtarizimin, ku qëllimi kryesor është jo vetëm rritja e partneritetit me universitetet ndërkombëtare, por edhe shkrimi dhe pjesëmarrja në projekte të ndryshme të Bashkimit Evropian. Këtu vlen të theksohet që universiteti përfiton në rritjen e kapaciteteve, përfiton në rritjen e numrit të aplikimeve në projekte Horizon, në pjesëmarrjen, do thosha, në elitën e universiteteve europiane, sepse në këtë moment vetëm një pjesë shumë e vogël e universiteteve janë pjesë e projekteve fituese Horizon, dhe kjo sigurisht do të na rrisi dhe vizibilitetin jashtë, duke rritur po ashtu dhe rankimin e universitetit, që është një nga qëllimet tona kryesore. Mëjilli thotë se edhe nga eksperienca e tij si ish zëvendës rektor, ndryshimi për qasje ndaj Universitetit Ismail Qemali është shumë i madh në sytë të huajve. Sipas tij, Universiteti i Vlorës ka arritur të jetë tashmë një partner i besueshëm, dhe kjo gjë evidentohet edhe nga numri i madh i bashkëpunimeve ndërkombëtare. Për shkak edhe të angazhimit tim në të kaluarën si zëvendës rektor, kam parë një ndryshim shumë të madh të qasjes ndaj Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Sigurisht në fillimet, po të kthemi mbrapa në kohë 7, 8 apo 10 vjet më përpara, ishte një universitet modest, i panjohur në një pjesë shumë të madhe të universiteteve dhe të rrjeteve akademike ndërkombëtare, por me punën që është bërë ndër vite, kemi arritur që Universiteti i Vlorës njihet, quhet një partner i besueshëm, dhe këtë e vërteton numri i lartë i marrëveshjeve që ne kemi. E vërteton numri i projekteve që kemi aplikuar, si në thirrjet Horizon, si në thirrjet Erasmus, si në mobilitetit e stafit akademik, stafit ndihmës akademik, administrativ dhe të studentëve. Studentët zgjedhin Universitetin Ismail Qemali, studentët europian zgjedhin Universitetin Ismail Qemali për të zhvilluar mobilitet. Stafi akademik dhe ndihmës akademik i universiteteve europiane zgjedh Vlorën dhe Universitetin Ismail Qemali për të ardhur dhe të zhvillojmë vizita. Vetëm pak ditë më parë kishim 3 pedagog nga Universiteti i Norvegjisë, nga Faculty of Health në Vid të Norvegjisë, që ka tregon, domethënë, një besueshmëri shumë të lartë ndaj Universitetit të Vlorës.